Kriza në Maqedoni mund të përshkallëzohet edhe në aspektin e sigurisë, nëse nuk zgjidhet shpejt. Kështu vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Në analizën e tij me titull "Çmontimi i bombave" të publikuar sot, ekspertët e këtij grupi i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian të ushtrojë presion të fuqishëm për daljen e vendit nga kriza aktuale. BE-ja duhet të bëjë presion për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila të marrë në konsiderat kapjen e shtetit si dhe korrupsionin e denoncuar, përfshi edhe hetimin e pavarur si dhe monitorimin, falë ndihmës ndërkombëtare. Maqedonia dhe Kosova, me ndihmën e Bashkimit Evropian, të bashkojnë forcat për të hetuar edhe rastin e Kumanovës. Në tekst ofrohen edhe propozimet e ekspertëve të grupit ndërkombëtar të krizave, të cilët duhet të ndiqen nga Bashkimi Evropian. Formimin e qeverisë kalimtare, e cila do të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme dhe të organizonte zgjedhje të lira demokratike. Formimin e 2 komisioneve parlamentare me ligj. Komisioni i parë të mbikëqyrte mbarvajtjen e reformave, ndërsa i dyti të merrej me përmbajtjet e bombave të opozitës, përfshi edhe hetimin për kriminalitetin që ato dëshmojnë. Të pranohet që qeveria kalimtare të mos vijë në pushtet nëse komisioni i parë parlamentar nuk përfundon realizimin e gjithë reformave. Të punohet në zbatimin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit dhe të sigurohet përfaqësim adekuat i shqiptarëve në të gjitha nivelet, me politikë të drejtë për ndarjen e buxhetit dhe respektimin e gjuhës. Krahas tekstit janë cituar edhe disa deklarata të ekspertëve nga grupi ndërkombëtar i krizave. Vendi është në gremin e krizës politike, e shkaktuar nga përmbajtjet nxitëse të përgjymëve, që dëshmojnë një nivel dramatik të korrupsionit dhe kriminalitetit të qeverisë. Një shfrenim të dhunës në Kumanovën e përzier etnikisht, shkurajoi rajonin, duke rritur shqetësimet për një konflikt të mundshëm. Brukseli duhet të vazhdojë të punojë nga afër me Maqedoninë, që të mundësojë progres të vendit në plan të reformave, si dhe të zhvillohet një hetim i besueshëm ndërkombëtar që do të ndihmonte në dhënien e vendimeve për aderim në Bashkimin Evropian. Publikimi i bombave të reja, çështja e Kumanovës dhe ndasitë etnike në rritje paraqesin vatër potenciale, posaçërisht për komunitetin shqiptar. Pikërisht për zbutjen e ndasive etnike dhe zvoglimin e jo stabilitetit, grupi ndërkombëtar i krizave rekomandon edhe 2 masa me të cilët duhet të obligohen liderët e Maqedonisë. E para është që Maqedonia dhe Kosova të bëjnë një hetim të përbashkët për Kumanovën, me ndihmën e ekspertëve nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja, që të përmirësohet siguria dhe që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Pavarësisht kësaj, GNK-ja rekomandon përmirësimin e raporteve mes Kosovës dhe Maqedonisë, për shembull, përmes mbledhjeve të përbashkëta qeveritare ose bashkëpunim gjatë monitorimit të kufive.